paraqitet aktualisht situata në zonën e Ranës Hedhër? Rreth orës 13 strukturat e Bashkisë Lezhë janë vënë ndjenjë të një rënje zjarri në rrugën Riviera në malin e Rrencit dhe menjëherë janë bërë gjitha njoftimet e duhura, është vënë në ndjenjë dhe prefektura, ku në koordinimin e saj janë njoftuar edhe bashkitë të tjera për përforcime me mjete zjarfikse. Përkatësisht nga ka ardhur në ndihmë mjet nga Bashkia e Tiranës, e Kamxhës, Vaudejes dhe e Mirditës. Gjithashtu kanë qenë edhe 4 mjete zjarfikse të Bashkisë Lezhës, bashkë me të portit, 3 autobote të subjekteve private, të cilat na kanë furnizuar me ujë, dhe gjithë strukturën tjetër mbështetëse të bashkisë. Në këto momente jemi në situatën ku zjarri pothuajse është shuar, po bëhet rikondicioni i zonës dhe po bëhet vrojtimi në mënyrë që mos të kemi përhapje, për shkak se momentalisht ka filluar edhe fryrja e erës. Shkaqet nuk dihen. Gjithashtu ka qenë prezent edhe drejtori i Policisë Shtetit me prefektin, drejtori i IKMT-s dhe po bëjnë verifikimet e duhura në lidhje me ngjarjen. Se takon strukturave akomoduese, paktën deri më tani ka probleme? Nuk ka asnjë prekje të pronave apo strukturave akomoduese, nuk ka pas edhe tymra të shumë, përderisa koha ka qenë shumë e shkurtër që është vënë në kontroll. Dhe si do të vijojë menaxhimi i situatës në orët në vijim për të qetësuar edhe ata pushues të cilët zgjedhin në këtë zonë? Trupat e zjarfikseve po vazhdojnë fikjen e vatrave të vogla me çanta shpine dhe do të monitorohet deri në orët e vona të natës, që mos përballemi me situata të rrezikshme.